Ke broma! Përshëndetje dhe mirë se më takohemi. Ja, e bëm edhe një sfilat. Në këtë edicion të radhës spektakular të këtij Big Brotheri i cili ka thyer gjitha rekordet dhe tani me tensionet po ndjehen si në shtëpi, po edhe në publik, për të kuptuar se kush do tjetë edhe finalisti i parë që shpallet sonte pikrisht në këtë studio. Jemi shumë afër finales. Dhe për te i kësaj, dinamikat e zjarta që po ndodhin në këto ditë që mbase supozoheshin që t'jenë mbase edhe pak më të qeta duke qenë afër finales, këtë e tregon edhe hyrja e një zarfi zi brenda të shtëpisë, që sigurisht edhe ju mezi prisni ta zbuloni. Por ndërkohë, sikur se tha dhe dini, sot votohet finalisti i parë, kështu që keni ende kohë të votoni nga shtëpit tuaja, nga ku do ndodheni, për të shpallur sonte finalistin e parë. Keni të gjitha numrat ku mund të votoni, nga Shqipëria, Zvicra, Maqedonia, madje edhe online, kudo, në çdo vend ju mund votoni sonte të shpallet finalisti i parë, dhe për te i kësaj kemi dhe një surprizë tjetër shumë bukur sot në studio. Përpos dy opinionistëve tona, Oltës dhe Leonorës, kemi edhe një opinionist të tretë. Dhe kjo pse do thoni ju? Se në këtë pikë, me këto dinamika, me këtë atmosferë, ai ka qenë në studio i pranishëm dhe herë tjetër. Ai një tashmë banorët, i ka komentuar, është vlerësuar dhe është dashur nga ju. Valdrini është sonte me ne. Brava!